بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله صدق الله العظيم. Hamdi dhe të gjitha falenderimet i takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu subhanahu wa ta'ala thot në një ajet kuranor: "Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan wattaqullah." Që do të thot, ndihmojeni njëri tjetrin në mirësi dhe devotshmëri, e mos ndihmoni në të keq dhe armiqësi, dhe keni frikë Allahun. Tema për sonte është, siç e dini, ndihma ndaj të tjerëve. Dhe kjo është një prej sjelljeve të muslimonit, se si muslimoni duhet që ndihmon të tjerëve me mundësitë e tij që i ka, dhe se Islami, sheriati na ka nxitur që njeriu të stoliset apo të zbukurohet me virtite dhe me cilësitë më të mira morale. Pra me moralin islam, me moralin e Kur'anit, siç është për shembull përmbushja e nevojave të njerëzve, lehtësimi i gjendjes së tyre dhe dobia ndaj tyre, me aq sa është e mundur, qoftë me pasuri, me dije, me ndihmë apo me këshilla. Pra ndihma ndaj të tjerëve nuk bën gjithmonë vetëm me pasuri, vetëm me parë, por ajo mund të arrit edhe me dije, të ndihmosh dikujt me dituri, ta mësosh, ta këshillosh, ta udhëzosh, që mësosh faljen e namazit për shembull, që mësosh gjunohet e gjimtirave, se si të largohet prej gjunoheve, ta ndihmosh pra të shpëton nga zjarri i xhehenemit, ta ndihmosh ta fiton xhenetin. E gjitha këto llogaritën ndihma ndaj të tjerëve, pra ta ndihmosh vëllahun tan musliman. Dhe ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sidomos ditët e sodit, ka nevojën më të madhe për solidaritet dhe mëshirë. Të solidarizohemi mes veti, të jemi të mëshirshëm mes veti, të ndihmojmë njëri tjetrin, thamë me çfarë do lloj ndihme, qoftë e vogël apo e madhe, qoftë me pasuri apo me fjalë apo me trup, e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith thot: "Men naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah." Kush ja lehtëson një besimtarit një vështirësi nga vështirësitë e kësaj bote, Allahu do t'ja lehtësoj atij një vështirësi nga vështirësitë e ditës së Kiametit. Pra kush ja lehtëson një besimtarit, një muslimanit një vështirësi nga vështirësitë e kësaj bote, të cilët janë shumë të vogla ndaj vështirësive të ahiretit, thot pejgamberi alayhis salam, Allahu do t'ja lehtësoj atij një vështirësi nga vështirësitë e ahiretit. Pastaj vazhdon dhe thot: "Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah." Kush ja lehtëson gjendjen një të ngushtuarit që i ka punë ngushtë, gjendja e tij është e ngushtuar, thot Allahu do t'ja lehtësoj atij në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra nëse ja lehtëson vëllahun musliman këtë botë një gjendje të ngushtuar, thot Allahu ta lehtëson ti një në këtë botë edhe në ahiret. "Wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah." Kush e mbulon apo ja fsheh të metat një muslimanit në këtë botë, Allahu do ta mbuloj atë në këtë botë dhe në botën tjetër. Që mbulosh vëllahun musliman të metat, Allahu xhaleshan do t'i mbrojë ti të metat e tua në këtë dunjë dhe në ahiret. Dhe inshallah në vazhdim për sicon do të flas me diçka, por njerë në fillim vetëm hadithin e pejgamberit alayhis salam, pastaj vazhdon dhe thot:
wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allahu është në ndihmë të robit, por derisa robi është në ndihmë të vëllait të tij. Pra Allah xhalleshan do të ndihmon, por derisa të ndihmon Allahun tan musliman, Allah xhalleshan do të ndihmoj edhe ti. Pra sa më shumë, sa më gata ndihmosh një vëllahun tan musliman, Allah xhalleshan do të ndihmon ti. Pastaj thot: "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna." Thot kush ndjek një rrugë për të kërkuar dituri, Allahu ja lehtëson atij me të rrugën drejt xhenetit. Pra kush e merr një rrugë me shumë fitu diturin, shkaku i kësaj rrugës, udhëtimi që e merr, qoftë afër, qoftë larg, Allahu xhalleshanuhu ja lehtëson atij rrugën me të. Pra për shkak të kësaj rrugtimit ja lehtëson rrugën për në xhennet. Pra kur shkojnë në xhami më ndëgjon një ligjërat, qoftë larg apo afër, para shtëpia, apo 10 kilometra, apo 100 kilometra larg diku, atë udhëtim që e ban Allahu xhalleshanu ta lehtëson ti udhëtimin apo rrugën për ku? Për në xhennet. Pastaj thot: "Wa mashtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah." Thot nëse disa musliman besimtar të bohen në një xhami prej xhamive të Allahut, thot yatluna kitab Allah, duke lexuar librin e Allahut, pra Kur'anin, wa yatadarasunahu bainahum, dhe duke studiuar, duke mësuar mes vetë librin e Allahut Kur'anin, illa nazalat alaihim as-sakina, thot atyre do që zbret qetësia. As-sakina do thot qetësia e shpirtit dhe e zemrës. Wa ghashiyatuhumul rahma, dhe ato do t'i mbulon mëshira Allahun. Wa haffathumul malaika, dhe ato i rrethojnë melajket e Allahut, pra atë mejlisin. Wa dhakarahumullahu fi man indahu, dhe Allahu u shfaq engjëjve vlerën e tuaj, u tregon bukurinë e veprave tuaja dhe ju lavdron tek ata, tek melajkat. Siç ka thënë Imam Nevawi në komentimin e këtij hadithin. Pra Allah xhalleshanu melajkeve u shfaq këtë vlerën e këtij tubimit, se çfarë mirësie, çfarë mira ka ky tubim, dhe u tregon bukurinë e veprave tona që i bojnë xhami, të mësu Kur'anin, të lexu Kur'anin, të bëj dhikr, të e përmend Allahun, pra të ja mësu diturinë njëri tjetrit, thot Allahu a tregon me lajkeve bukurinë e veprave tuaja dhe ju lavdron tek me lajkën. Dhe në fund thot pejgamberi alayhi salam: "Wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." E kush e ngadalson veprën e tij, nuk do ta përshpejtoj prejardhja e tij. Do të thot, nëse njeriu e ngadalson vepra, po nuk bën vepra të mira për ahiretin, prejardhja e tij nuk i bën dobi në ditën e gjykimit. Pra në botën e ardhshme nuk kena me shku jam djali i filanit, nipi i filanit, daja i filanit, vllai i filanit. Në botën e ardhshme shkohet me veprat e tua. Pra nëse të ngadalsojnë veprat e tua, pra nuk arrin gradat. Po një besimtarit, një lodhje, një vështirësi, qoftë e vogël apo qoftë e madhe, Allah xhalleshane shpërblen, dhe shpërblimi i tij është që Allah që a largoj atij një breng prej brengave të ditës së Kiametit. Nëse i shikojmë në brengat e kësaj bote, janë brenga të kalimtare, kalojnë. Sa brengët i kemi pas në më herët janë harru, i kena kalu, janë harru. E brengët e ahiretit janë shumë të mëdhoja. Një ditë që është sa 50.000 vjet tonë. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, thot Allahu. Atë ditë kur gjatësia e saj ditës është sa 50.000 vjet. Çdo stacion në ditën e gjykimit, për shembull el-hashr, ringjallja, tubimi, peshorja, këto çdo stacion ditën e gjykimit i ka 1000 vjet. Janë 50 stacione, si çdo stacion 1000 vjet. Ajo dita është sa 50.000 vjet e kësaj bote. E vështirësitë e kësaj bote janë shumë më të rënda se të kësaj. A ditë dilli në afrohet për mje koka. A ditë është vetëm një hije, është hije e arshit, nuk ka hije tjetër. Është vend i rrafsh, nuk ka skodra, lugina, nuk ka kurrë, është vend i rrafsh. Ku do të ringjallin për me dhon llogarin. Aty nuk ka hije tjetër përveç hijes së arshit. E në atë hijen e arshit janë një grup njerëzish. Vetëm disa, jo të gjithë muslimanët, jo i gjithë njerëzimi. A ditë do të afrohen mbi kokët e njerëzve. E vështirësitë e asaj ditë janë me të vërtetë të mëdha.
Për shembull, në ditën e gjykimit për një ushtime të madh që do të ndodhe, gjithë njerëzimit do t'ju bën të fik, do ta hupin vetdijen. Krejt, me pejgamber e me gjithë musliman, të vetmi që qëndrojnë në kom, nuk ju bë të fik, nuk e hupin vetdijen nga kjo ushtim, janë shahidët. Ata që e kanë dhënë shpirtin për Allah subhanahu wa taala. Tash jo se shahidët janë më të vlefshëm se pejgamberët, por këto tregon vlera e shahidëve, çfarë vlerë ka. E tash për me ta largu Allah një vështirësi nga vështirësitë e ahiretit, po thot pejgamberi alayhis salam, largoja një vështirësi vëllau tan musliman këtë botë për Allah, Allah xhaleshan do ta largon një vështirësi prej vështirësive të ahiretit. Pra shpërblimi i kësaj vepre kësaj këtë botë është i njëjti shpërblim botën e ardhshme. Ti ja largon një vështirësi në këtë botë, Allahu ti ta largon një vështirësi në botën e ardhshme. Pra nuk shpërblim me diçka tjetër, por me ndonjë të mirë tjetër. Po ti, si thoj për ne, kemi vështirësi, kemi me pas vështirësi në ditën e gjykimit. Ti ja largon Allahu ta një vështirësi në këtë botë, Allah ta largon ti një në botën e ardhshme. E kur kemi na nevojë më shumë më na largu vështirësitë, normal se në botën e ardhshme. Se kësaj bote kanë kalu, apo? Sa vështirësitë, sa galet, sa dietë, sa problemet, kena menduar se kena hime në vështirësi, mo kur kush nuk e ka më vështirësi se na. Kena hime në vështirësi, të menduar se kur s'kena më dar prej saj, apo? Çe ku jemi sot, në sherahat, mirë jemi, Në tarë në çfarë vështirësi vi nuk e dina. Janë kalimtare, ama në botën e ardhshme është pak më vështirë. E për këtë po thot pejgamberi alayhis salam, men nafasa an mu'minin kurbatan, kush ja lehtëson një besimtarit një vështirësi nga vështirësitë e kësaj bote, Allahu me çka shpërblen, ta heq, ta largon një vështirësi ti prej vështirësitë të ahiretit. Pra më largon një lodhje apo vështirësi vëllai tan musliman, qoftë e vogël, pra shpërblimi është që Allah ti ta largon një breng prej brengat të kiametit, dhe lehtësimi i vështirësive është bamirësi. Kur ja largosh vëllai një vështirësi, kjo llogarit bamirësi. Prandaj Allah e shpërblen me një shpërblim të barabartë. Pra ti ja largon një vështirësi në këtë botë, Allah ta largon ti një vështirësi në botën e ardhshme. Ndonjëherë me një fjalë të mirë ja largon diku një vështirësi. Kur gjë nuk të kushton, as nuk lodhesh, as kur gjë. Një fjalë të mirë. Një këshill të vogël, një hadith, një ajet, një histori, një ngjarje të shkurtër që tregon një vëllai tan musliman, ja leson një zot e di se sa kille, si thonë tëna, sa kille ja hek prej shpinës. Me një fjalë. E për këtë shpesh kena thonë, ku dalmi në rrugë, ku shkojna në punë, ku shkojna thrina me njerëzit, po shim tash jemi na këto në xhami, asnjëri nuk e dim çka ka tjetri. Donjëri ka dhënë problem çka krijan të i vlun. Donjëri ka dhënë gale çka ja ka ranu zemra. Ama kur të shohim për jashtë nuk shohim kur gjë, apo? E për këtë do të kemi kujdes me tjerë ku të rrina se çka flasim. Si sillemi me tjerë. Ku e ditë? E ka dhënë galet më, na për çdo ditë po ndëgjojna infraks, son kish pas. I ka i shtipja, i ka i sheqeri, edhe vdish filani. Galet e dunjos, me problemet e dunjos. Si çojmë prej mëngjes deri në mbrëmje, se na ka kaplu dunjoja, na ka marrë te para dunjoja. E kur të me për para dunjoja të nuk miresh më me ahiretin, me qëra punë të ahiretin, miresh me dunjos, si ta ndaloj pak dunjos, e më lodhi dunjoja. E pejgamberi alayhis salam, a kishte dhaj vështirësia, kishte gale dirte po. A më shka thëjke, e rihna biha ja Bilal, na qetëso me ta Bilal, hajtë thire zonë të hinim në namaz. E ku ka hinë namaz, Allahu ekber, dirte gale të dunjos, krejt ma shpine. Ana, me në rani dhe një gale dhe një derti madh, namazin, ja falmi shpejt e shpejt, nuk koncentru në namaz, ja harrujna namazin, ja nuk e falmi ish namazin, se e kam një galet madhe. E kush t'i largon galet, kush t'i largon dertët, kush t'i largon brengët, Allah, apo? E po drejto Allah, Allahu akbar, edhe hin namaz. Po për namaz nuk po në le prav galja, që koncentro namazin tanë. Mundo ta kuptojsh bërë një fjallë që për lezon prej Fatiha, se alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmani rrahim, maliki jaumiddin, sundusi i ditës e gjikimit. Allah pra sundon ditën e gjikimit, ai gjikon ditën e gjikimit, ati kemi dhënë llogarin ditën e gjikimit. E pse po miresh pra me dënjo? Meru me ahiretin, sa gjithë shpëtim nuk ka. Këtë botë e kalon diçish gjikimin, këtë botë e kalon diçish një problem, a më në ahiret, pregaditu për ahiretin.
E si mu përgatit për ahiretin, largoja dikuj një vështirësi, këshilloj dikonin, thuj një fjalë mirë dikuj, një buzëqeshje dikuj, një sadak dikon, edhe çka shpërblen Allah subhanahu wa taala me të mirë të ahiretin. Wa man yassara ala mu'sirin, kush ja lehtëson gjendjen një të ngushtuarit, që ju ka ngushtu jeta, ju ka ngushtu gjoksi, ju ka ngushtu shpirti, ju ka ngushtu shtëpia be shtëpinë e ka 100 metra katror, po e vogël be ju duket, del në rrugë dynjoja e duket e vogël. Ju ka ngushtu shpirti nga kjo botë. Pse se najna të kushtu shumë rasti dynjas, shumë jemi të kap mas dynjas, shumë jemi na vjen keq me na hik dynjoja dyqesh. Një punë e dynjas, me na kalu rrethune, mos me kap na gale e madhe. E kjo dynjo për të cilën po vrapojnë ana, për të cilën po hidhërohemi, për të cilën po ndahemi, për të cilën po vritemi, po ofendohemi, lloj këshilla po bojmë për çka për këtë dynjo në fund ta jepsh atë një 2 metre tokë edhe si e ki bon ç'është nuk i me gjë. Dynjoja pra vazhdon. Deri në kur vjen dita e Kiametit, ajo vazhdon. Lloj njeri ka jetuar këtë botë. Lloj njeri ka kaluar këtë botë. I pastër, i varfër, i fuqishëm, gjitha llojet e njerëzve. Ku janë? Ku është Faraoni i cili thoi kana rabbukumul a'la, unë jam Zoti juaj më i lartë. Ku është Karuni të cilët ja bajshin qelcët e depo ja bajshin ka 8 veta? Ku është Abu Jahli? Ku është Abu Lahabi? E ku janë tjerë? Po në të ku është Dhul-Qarnaini i cili ka sunduar tokën, pejgamberi Allah, disa thonë ka qenë evlia. Ku është Sulejmani, edhe ka qenë pejgamberi Allah. Asnjëri s'an këtë botë. A më botën tjetër, ku është Sulejmani a.s. e ku është Faraoni. Ku është Muhammedi a.s. ditën e gjykimit dhe ku është Abu Jahli. Atje shikot ku janë. Jo këtone, se këto krejt kalimtarje, me kanë vdekë të gjithë, se kanë kalu këtë botë. E po thot pejgamberi a.s. me yassara ala muhsirin, kush ja lehtëson gjendjen një të ngushtuarit, pra lehtësim për njeriu në vështirësitë në këtë botë, qoftë nga ona financiare, qoftë në një ndim tjetër, se na jetojmë me një kohë sot çdo sen e lidh me parë. Çdo sen me parë. Inshallah nuk vjen dita edhe të folëm ta bojna me parë. Mi thon diku i mirë dita, apo selam aleikum, mi thon 5 franga çiti. Inshallah s'vjen çet dita, se çdo sen njerëzit janë të lidhur me parë. Problem të na mi thon mirë dita, ka 5 franga, shkoj dita. Shkoj shumë parë. Me një fjalë ta ndihmosh dikonin, siç thon parë, një fjalë ja leson pala sa kille pe shpinës, ha. Me një fjalë pala sa dietë ja largon. E për këtë ndihma financiare bëhet në njërin nga dy mënyrat, ose duke ja shtyr afatin derisa të ketë mundësi, për shembull që shtyje borxhin dikujt, apo që shtyje afatin, s'ki tash mundësi mi dhon parët, shnosh që është e dhone. Jo bën qarë, inshallah në çetin muj më jap parë, të di. Apo nëse dikujt i ka borxh, e nëse mund të më ndërmjetësu mi thon filan, ndihmoj me pak ose zgjatja afatin pak se s'ka mundësi me të dhon parën, dhe kjo është ndihmë. Pejgamberi alayhis salam kur vjen dikush të kërkojë ndonjë ndihmë, ndonjë nevojë, çka thoi ke pejgamberi alayhis salam? Nuk kam. A kupton na fjalë çka do të thonë nuk kam? Se nani pse thonë nuk kam, po kemi. Na shpesh thonë nuk kemi, apo kemi. I kemi këto të mira. Të lip dikush në shifron nga valla s'ka. Nëse na çati se kia, më të bonka e kia, të shtëpia e kia. Kur ka thonë pejgamberi alayhis salam nuk kam, por më nuk ka pas hiç. As të shtëpia, as në xhep me vete, as kurrë s'ka pas hiç. Edhe I ka thonë ati valla shko, se shka të baj, si të isone, të di gjemi nevojtarë, jo. Ka thonë filan, shko në treg, në pazar, merë shaki nevoj, merë nejmën tem merë bosh. Unë e laja të boshtën. Shka kënë qëllimi pejgamberit alayhis salam të ndihmoj, që letëson. Që letëson pak gjegjen ati. Sahabët thanë, o pejgamberi Allah, po nuk ka detyru Zotit ti me këtë. I thanë disa sahabët, ka detyru Zotit. Ert ai me të lip nuk i, me dhona dhe u kri, adi nuk kam edhe u kri. Pse për ngarkon vetë, ati tash me shko në pazar, merë borx në emrin tem, unë e paguj borxhin. Ata pejgamberi alayhis salam thotë, nuk bën që lehtësoj dikujt gjendjen, ta ndihmoj vllahun tan musliman, më ka drejtuaj mua po. Ja lehtësoj. Do të thonë me gjetë një mënyrë se si të ndihmoj tjetrit. Nuk kam veç dorën në xhep, s'pas na hajde u kri. Jo ndihmon, shko merr te filani, o filan, apo ja filan borxh, o filan, apo ja shtin borxhin filanit se kështu I ka punë. Ama sot ka hu pak edhe, si thojnë, bestimi tek njerëzit me zveti.
Problemi ki me ndërhitë mes dive, a di ta ndihmosh se të na çel problem me ti. Ta ti duhesh nësha me ala borxhin. Ama kur je musliman, kështu praktikan, edhe besimi si besim qetë mes njerëzve, të kenë besim mes veti, të duhen mes veti, të respektohen mes veti, letë e ki atë kur ki di besimtar që i kanë frikë Allahut, letë e ki me ndërhim mes dive, ta ndihmosh njërin me tjetrin. Shumë letë e kije. Ama muslimanëve të me iman, e lartë devotshmërisë, lartë sinqeritetit, probleme kije do ne me ndërhim mes dive. Do është mi bo 100 hesape se çka mi thon, çka mos mi thon. Ma herë për shembull, nëse ka halal, alhamdulillah, ka për aty muslimanëve. Ama kur ka pas makallaballak, ma shumë se musliman devotshëm e sinqert, shumë thjesht ka shku dikush te njëri ka thënë, "Shtia pak borxhin" ose "Falja me borxhin". Ama sot ti si ja fal borxhin, po shumë i thu dikuj falja borxhin. Ti nuk jash një sot borxhin dikujna, do t'i thuj atij tjetrit ta. Ama pejgamberi alayhis salam çka po thot? Wa man yassara ala muhsinin, kush ja leçon gjendjen një të ngushtuar, Allah ja leçon gjendjen atij në dunjë dhe në ahiret. Ose duke ja falë një pjesë apo të gjithë borxhin nëse është borxhli. Nëse nuk ka është borxh, atëherë duke i dhënë aq sa të largohet gjendja e vështirë. Sa të kishe mundësi. Aisha a dha sa një kokë rrushi. Çfarë kishte mundësi? Një kokë rrushi. Jo një kalavesh, jo 2 kg rrush, një kokë rrushi. Edhe i tha shërbëtorës së vet, as se ke lexuar ajetin, fa men ya'mal mithqala dharratin khayran yara, kush ban mirë sa një grimcë e vogël e gjon, merr kokën e rrushin, ndaj sa pjesë e don. Por si son pjesë shërbehet, e shpërblehesh. Po sa të kishe mundësi, një kokë rrush. Ja, unë ku qaf, ja jap 1000, 10000, ja skoritna me 10 franga me 100, as 1000 si jap. Jo, nuk i jap as 1000. Se tash e ki mundësi mi dhollejt, po. Pse s'pi jap? Po më duken pak. Po 1000 ku të kishe prej me 1000 ku të kishe, pra s'kimi dhon. Ja siguroj se për më nuk jap. Nëse si në gjendje të jesh 1 frang, do të jesh 1000. Kur si në gjendje të jesh 10 franga, do të jesh 10000. A disa dukta 10000 shit ana. Ja pak, quf pak, 1 cent be 1 cent. Nëse s'kemë zgjidhur 1 cent. 5 cent. Po di, nështë të qaj 5 cent jam shefe, mëshira, jo, ndihma Allah të e lehtësimin nëpërmjet cilës Allah ka me të falë në ditën e gjykimit, ku e di? Nështë në ditën e gjykimit i në vinë punë të tua në peshore, janë bon barabar gjunon dhe të mitë janë bon barabar, e qaj 5 cent, a di shka thëj që sa në kur gjonë, 5 cent, venaj 5 cent e punë të mira, peshon ma shumë punë të mira, edhe shkon në gjenet pa u dënu. Nuk e di, 5 cent. 1 frankë shtin dorë në xhap, 1 frankë kanë leshti për xhami, fukaras, nevojtar, jetimit, diku ku ka nevojë, jepe. Se ndoshta me çaj ja leçon dikujna. Ja leçon jetën e tij. Wa man satara musliman, kush e mbulon, ja fsheh të mëtet një muslimanit, Allah do t'ja mshefim të mëtet në këtë botë dhe në botën e ardhshme. Imagjinotina sa të mëtet i kemi. Jo si logaritmi dhe, jo se na në mbromi, ja dhe me këshi sot shka kam bon, shat mejta, kam me shkatëshia, si logaritmi na. As çdo det, as njaft, as mujt, as vjet, as jet nuk është në të bon. E Omer radhiyallahu anhu, shka ka thonë, hasibu anfusakum qabla an yuhasibakum Allah. Logaritmi e vetën e juaj, para se që logaritë e Allahun. Tash ju firmohet që shka keni firma, a keni nisë me mshil vitin. E një të logaritë, sa keni fitu, sa keni, apo? Kush ka firma tash, ashtu një vit, apo, duhet me këshi sa kanë fitu, sa kanë pas hyrje, dalje, edhe në fund sa po jes, apo. E logaritmi, po. E po logaritmi në ndërnja për ahiretin. E në të logaritmi, për shenë, dimi nëse për një shka kam bon, shka s'kam bon, a kam dë një bosh dikujna, a kam dë një namaz, mësë më ka hik, a mos e kam ofendu dikonin, mos e kam ranu dikonin, mos i kam bo pa drejtësi dikujna. A vetëm frongët duhet me logaritmi. Frangët i logarit, del totali si vetë kam dalë 100.000, ku ta shifsh, natën vitri, shkoj filani. I metën 100.000, këtë dënjo, a shkoj pa 100.000. A shkoj pa 100.000 në të botë, si merë me vejti, po. E për ahiretin a logarite, a i banëm logaritë se shka kam punu, shka s'kam punu, nuk i bajna. Këtë në ngushtu dënja shpirti, me në thejrë ka pak zemë, dënja më të dridha, po të komë më të dridhë, me njerë në kujtot, vdekja. Në të në kujtu vdekja se jemi në komë, shtonë të shëndosh.
Se kur nisë mu dridhë kënd, atërë s'di çka bën. Shka më vo për para, tash mu fala, mu luta, me dha, me mora, me ja fala ati, as nuk kujtojnë njerëzit ku i ki bën padrejtësi, ku i ki e bosh, ku i si ki e bosh. E ki veç galën tone, po më dridhën kënd, mos më shlën shpirti. E të mejta kemi sa duni, si cëlli kemi të mejta. Por, që ambulin të mejtë të vlazëve të unë musliman. Ja shë dikuj një të mejtë, kjo nuk do me thonë se mbulin të mejtë të vlazëve të unë musliman dhe mos e këshilloj që jo. Këshilloj në vetëmi, dikandi, a mos del para njerëzve. Me prit këtë bot një kalla bullak i madhë, valla, s'po du me fol, po, ati veç me ju kaldoj, s'po du me përmin kush, po, të sibe këto mi dhonë lajmë shka bojnë njerëzit, po me bo me t'i zbulu të uët. Gërdit është për vetë vetës tënde. Ne kam përmenja me një ders, me bo me na jenë qizu jetën tonë. Në 24 saat me pas një kamej për mi, shka bojna, shka zbojna, ku shkojna, ku vina, shka hajna, shka pina, me karria, komplet më të një qizu jeta. A pranon më ullë me dika unë me këshirë, me familjen të unë me këshirat në qizim? Valla jo, pse jo? Se ki të mejta, ki dishka shka, s'duhet me pa familja jote, s'ban me pa shuk jo, s'ban me pa gryja jote, s'ban me pa burri jo, s'ban me pa fëmija jo, por qas ki tjef me pa ti në qizim. Dhe më thë je për plot mejta. Apo do zotin me t'i mblu në mejtët kësaj botë në akhiret, po mluja të mejtët tjerve. Bolmo me qika filonit, gjallaj filonit, burri filonit, zgryja filonit, daje e ki. Se nuk je, kër e kanë pitë Ibn Mubarak, kër e kanë pitë, pse s'pon dëgjojnë dhe nërë ti të full për tjerë, thëtë vallë jam i zatë me të mejtët mija. Jam të murë me vetën time, s'kam nevoj, s'kam ku mu murë me tjerë. Jam të murë me vetë vetën time, s'kam ku mu murë me tjerë. E për këtë, nëse mirë me të mejtët tona na, jam mbulon të mejtët tjerve, Allah në mbulon të mejtët, e sa të mejtët në ka mbulu Allah në këtë dënjo, pasha Allahun me në i pas zbulu, s'kish me ku me qu këtë fësirë. S'jë dalë me njerëzë për para, me bu në i zbulu Allah të mejtët tona, shka bojna na, shka zbojna, në vetëmija, po dikon ku në këshef kërkushi. Probleme kemi me dalë para njerëzve. Në ka thonja prej detarë, elhamdulillah që Zoti, se gjunat kanë erë të keqe, punë e keqe, dhe më thonë është e keqe, dhe i venera keqe. Thotë, elhamdulillah që Zoti nuk e ka bon të ndim në atë erën e gjunaheve, se asë njojë s'kish minejt afrër tjetërit. Këtë dash kësit të ka 100 km, 1000 km, 20 dhe varë për gjunahë, sa gjunahë e ka. Këtë dash minejt larga larë. Në thotë, elhamdulillah që Zoti në ka mësu të anim ere gjunoheve tjerve, as tonë, as kërkujnë, se jo me qertë me netë, po me vetë vetës në kështë netë. Këtë njësë ke me dole ere gjunoheve. Në thonë këto këtë janë të mejtë, apo mangësi janë tonë. E për këtë mënset të rë musliman, kush janë bulon një të mejtë lati musliman, Allah janë bulon, apo të mbulon ti një të mejtë në këtë dënjo edhe në akhirat. Po që ashtë diku një të keqe, një gjuna, po, pa mor parasi një dë një të keqe, mbuloja, këshillojnë vetëmi. Mos dilën publik, s'ka nevoj me dalë para njerëzve. Sa ti s'jep logari, njerëzve nuk jep logari, ka mi dhonë logari Allah subhanahu wa ta'ala, në ditën e gjykimit. Këshilloja. E jonja është me këshillu, e jonja nuk është me zbulu, e jonja nuk është me malku, e jonja nuk është me bo rezil dikonin, e tëna me këshillu. Mbuloja, se kemi nevoj në im në mbulu Zotin. Të mejtët tona në dënjo edhe në akhirat. E kjo është ndime tjetërit, masimi të full tema është për ndima ndaj të tjerve. Këto janë ndima pra, që a lesësh diku një vështërsi, që a lesësh diku jetën që kanë ngushtu, që a mbulësht mejtët diku tjetër, se na me njerëz jemi të jetu njoj me tjetërin, në rrugë, në punë, në xhami, në shtëpi, ka mos me njerëz jemi të jetu. Nuk jemi në për xhungla si cili vetë me jetu. E ku qëtojsh me njerëz të janë mbulon një, ajtë të mbulon ti e këshillon, ajtë këshillon, edhe me kalu dhe qish këtë jetë. Me kalu dhe qish këtë jetë, pa akuzu njën tjetrin, pa eranu njën tjetrin, pa i bon zullum njën tjetrin. Wallahu fi auni l'abdi ma kana l'abdu fi auni akhi. Allahu është në ndihmën të robit, por derisa robi është në ndihmën e vëllait të tij. Pra ti ndihmon robi një njeri, Allah xhaleshanuhu për shkak të asaj ndihmës që ndihmon ti, Allah të ndihmon. Ti e ke ndihmu me 1 frank, me 10 franka. E ndihma Allah të një zëtë dhe çfarë ndihme. Kur je diku më vështirë, vjen ndihma Allahut.
Pse se i përgatit më herët. Një herë njëri që ke dhënë diku 10 franka, ti ç'tu ka ndukshëm. Në rregull, e ke bën për Allah. Ndoshta për dikon janë pak, po për ti, alhamdulillah, çfarë ke pas i ke ndihmu. E kur të vijë të na ndihmë azon ndonjëherë ku jeti më zor, ku je më vështirë, atëherë kujtohet. E ke pa dikush që thotë, e ke paguajt motë këtë. Këta bën dikush një të mirë. Ti thotë jo be le, thotë lele se e ke paguajt më herët. Do thotë dikur më motë, ja ke bën ti një të mirë, tash mas do vete një vete 10 vjet, 50 vete bën aki, thotë që thotë i ke paguajt më motë këtë. E bën për Allah, puno për Allah, je për Allah, ndihmo për Allah, lehtësoj njerëzve për Allah, ndihmoje robët e Allahut, se vazhdimisht pastaj Allah subhanahu wa taala të ndihmon ti. Pastaj pejgamberi alayhis salam vazhdim të hadithit është se kush e merr një rrugë, po kjo është për si çdo njeri, pra për vetveten individuale, si çdo kush e merr një rrugë për me kërku detyrinë, Allah ja lehtëson atij rrugën për ku për në xhenet. Pra mos janë shkalojnë këto mezhliset e hajrit, mezhliset e detyrisë, sepse ti kur vjen në xhami, çat rrugtim, çat rrugë që e bën Allah xhaleshan ta lehtëson rrugën për në xhenet. E xheneti është më i shenjtë se gjithçka këtë botë. A blehet me diçka xheneti? Me thonë po duhet blehet që ta fitoj xhenetin. Nëse je për Allah e fiton xhenetin. Nëse shkon për shembull në xhami me nguni ligjërat apo me një shtëpi apo ku do kohë dikon me dëgjoni ligjërat, çdo hap që e bën kish probleme. Me lajket lutën për ti. Në për këto mezhlisa, apo thot pejgamberi alayhis salam, atë vend e rrethojnë me lajket, zbret mëshira, zbret qetësia, ndini fshar qetësi në shpirtin tan. Nëse e bën për Allah, shkon në xhami për Allah me nguni ligjërat, po çka dersën që ka kallzoi hoxha unë e di, po s'ka thon pejgamberi alayhis salam me shkona për dersë të cilë nuk e din. Me shkon ligjërat, në mezhlis të hajrit. A din, a nuk e din, atë zbret mëshira Allah. Nëse dikush me një hadith transmetohet se me një mezhlis hajrit ku përmend Allah, ku lexohet Kurani, ka kalu një kalimtar. Edhe ka pa njerëz që shton në xhami janë të buka, thon, aj po hin dhone. A maj për shtëpia vetë ka për në xhami. Kalimtara, ku edhe hin atë vende. Edhe ulesh atë. Me lajket thot, oj me lajket e mia thot falja të robët e mi. A di kam i fal këta të robët e mi. Të thonë o Zot, po një person nuk e ka pas qëllim me ardhur në atë mezhlisin, po kalimtara ka. Thot në mezhlisin e atinve askush nuk dëshpërohet. Në qatë mezhlis askush s'ka me hum. Ai kalimtar që ka kalu vetëm ka hi, apo ai që ka me një jetë vetëm për mezhlisin, qatë të gjithë janë të falë, të gjithë janë të mëshirshëm, janë i mëshirojnë. Shumica prej njerëzve nuk e din vlerën e mezhliset e hajrit, janë përplot me lajke, pse na nuk i shohmi, po zbresin me lajket e Allah, zbret mëshira Allah, zbret qetësia, ku qetësohet shpirti, edhe qetësohet zemra e besimtarit. Pejgamberi alayhis salam në të hadithet transmeton Imam Muslimi, thot pejgamberi alayhis salam thot dol një ditë e pa një rreth, një grup shokë të tij në xhami. Ishin ulur në xhami, edhe i tha pejgamberi alayhis salam, çfarë ju ka ulur këto? Pse jeni mbledh këto? Pse jeni ul këto? Ata thanë xhelesna nadhkurullah, ina ul me përmend Allahun. Wa nahmaduhu, dhe ta falenderojmë Allahun ala ma hadana lil Islam, që na ka udhëzuar në Islam. Pe falenderojmë Allahun, pra jemi mbledhur në një grup, pe përmendmë Allahun, pe falenderojmë Allahun që na ka udhëzuar në Islam. Wa manna bihi alejna, dhe për mirësinë që na dhuroi. E thonë dietar mirësia që na dhuroi këto është pejgamberi alayhis salam, dërgesa e pejgamberit alayhis salam. Pra na të bën çka me xhlisnam, çka me përmendë Allahun, me falenderoj Allahun se na ka udhëzuar në Islam, dhe udhëzimi në Islam aseni më i shtrenjtë që ka njeriu. Thotë e treta dhe për mirësinë që na dhuroi. Kush është ajo mirësi? Mirësi më e madhe se mirësia dërgesa e pejgamberit alayhis salam nuk ka. Çka tha pejgamberi alayhis salam? Allahi ma ajlasakum illa dhak. Thotë për Allahun, a nuk ju ka ulur këto tjetër veç kësajna? Po nuk keni të bu për diçka tjetër, vetëm për çka me përmendë Allahun, me falendëruar Allahun që ka udhëzuar në Islam dhe për mirësinë që ka dhënë. Çka thonë sahabët? Thotë wallahi ma ajlasana illa dhak. Thotë pasha Allahu nuk na ka ulur diçka tjetër përveç kësajna. Po çka është në jetë jon? Ata pejgamberi alayhis salam thotë, unë nuk ju bora të betoheni nga dyshimi ndaj jush, po nuk ju thash mu betu, atë se s'ka të dyshu, veç piqe ju bona. Domethënë nuk ju shtina unë me zor atë mu betu. Atë pra mos u betoni se ju besoj, s'po dishon ju. Thotë por me er Xhibrili
Pak merr Gjibrili dhe më njoftoi se Allah i madhëruar u shfaqi këtë veprën juve, këtë tubimin juve me lajket e tij. U shfaqi këtë mirësi apo këtë tubim që e keni bë, thot bukurinë e veprat tuaja u shfaqi me lajkeve dhe po ju lavdëron tek me lajkat. Pra Gjibrili erdhi dhe lajmëroi pejgamberin alayhis salam se çka grupi që janë të bushur në xhami, për falënderojnë Allahun, për përmendin Allahun dhe për mirësinë që ka dhënë, thot Allahu xhalleshanu, pra ngriti vlerë tek tinve, gratë tinve dhe me lajë u shfaqe se çfarë mirësie ka çka tubimi. Po për fat të kesh dikushi të bëhet në për vende ku a gje gëzohet shejtani, në këtë botë janë dy vende, ose dikon ku është miratimi i Allahut, shpërbimi i Allahut, mëshira e Allahut, ose me një vend tjetër nuk ka mëshira e Allahut. Po atë është shejtani, janë punë të shejtanit, kënaqësia e shejtanit, ose dikush në mes, as ajo, po dhe kjo është humbje. Pse se s'ka fitu prej të parës, s'ka fitu prej mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Pra ndihma ndaj të tjerëve pikë së parë është urdhër nga Allah subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, ndihmoni mes vete në mirësi dhe devotshmëri. Ndihmoni mes vete, o ju musliman, në çka? Në mirësi dhe në devotshmëri. E pejgamberi alayhis salam thot: "Faman ahabba minkum an yuzahzaha 'anil nar", kush don prej juve të shpëton nga zjarri i xhehenemit, wa yadkhul al-janna, dhe të hijë në xhennet, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Le të vijë vdekja, pra le të azojë vdekja atë person duke besuar Allahun dhe ditën e gjykimit. Kush do me shpëtu nga zjarri i xhehenemit, me hinë në xhennet, thot le ta zën vdekja duke besuar në Allahun dhe ditën e gjykimit, wal yati ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilay. Dhe në të sillet me njerëzit, ashtu siç ka qef njerëz të sillen me ta. Po kështu hadithi pejgamberit alayhis salam, do me shpëtu nga zjarri i xhehenemit, me hinë në xhennet, po vdes duke besuar Allahun dhe në ditën e gjykimit dhe të sillesh me njerëzit ashtu siç ki qef mos sill njerëzit me ti. E me çket ti hadithi përfshin të gjitha të mirat. Se si duhet mos sill me njerëzit. Në vetën tonë, a ke qef dikush mos sill mirë me ti, po sill mirë me tjerë. A ke qef që dikush të mirë pritet kështu me buzëqeshje, me fjalë të mira, po edhe ti pritet njerëzit çashtan. A ke qef njerëz me ta fal? Se këtë gabojnë, apo? Po, falot të tjerëve. Pse vesh ato me të falë? Falot të tjerëve. A ki qef këtë? Po, a ki qefat? Po, a ki qefat? Po, edhe ti banja për tjerë. A ki qef me ta bo filon diçka një punë? Jo. Po, ti mos e ban tjetër. Po, thot pejgamberi alayhis salam, le të sillet me njerëzit, nëse do me në xhenet dhe me shpëtu nga zjarri i xhenemit, sillu me njerëzit ashtu siç ki qef, ata të sillen me ti. Por kjo është urdhër nga Allahu dhe urdhër nga pejgamberi alayhis salam që me njerëzit të sillemi mirë. Se tek e fundit të tregon personalitetin tënd, të tregon veten tonë se kush je. Nuk duhesh me zgjidh njerëz me këtë posjellë mirë, me këtë keq, me këtë deri dikon. Jo, ti duhesh më kon kush je. Ti më bën vetvete jote. Jo më bën si tjerë, me të keqin keq, me të mirën në mirë, me të sjellshëm në sjellshëm, me atë moralshëm me moral, me të pamoralshëm me pamoral. Ti e bune vetën më kështon e përzite. Katastrofë. Ti duhesh me pas një qëndrim tonin. Mos sill me njerëzit, me sill në islame, me edukatën islame, me moralin e pejgamberit alayhis salam. As sa kemi mundësi, se na sill siç ka sill pejgamberi alayhis salam, në një pak me naksi, ndryshojnë me njëra. Bina të shku mirë, atë të sill mirë me njerëzit atë, se na shpesh sill mirë me tjerë kur janë të sill mirë me ne, atë bot. Me ta prish pak, bosh qëtër njëri, nuk i më vetë vejtja. Në ndodhë shpesh, në ndodhë. Mirë më për mashallah ka i dhe qëta shka, në imësir shasine, shka u bo. Mirë ka i dhe qëta. Po më prish, dhe me thonë të e pas e me ndresh, me të ndresh dikushit e ndresh, ta prish dikushit i prishësh. E nuk ashtë në misnam. Misnama të ndresh dikushit edhe të ndresh, ta prish dikushit i prap dush me ndresh. Musil si musliman, apo? Pejgamberi alayhis salam s'ka bon kështu me çfarë armik ka pas pejgamberi alayhis salam që u kish kthim me të njëjtën, si kishte Allah Teala wa innaka la'ala khuluqin azim, me vërtetë janë në gradat më të larta të moralit. Pa ja sjell mirë me kë. Edhe me kushin i cili ja gjubrën, po belen, bërllogët ja gjujke para shtëpie, pejgamberi alayhis salam u sjell ke mirë me ta.
Edhe me atë Yahudin ose ke mirë, edhe me atë mushrikun, edhe me atë i cili ja mush shpatën pejgamberit alayhis salam ja ndoj të qafa, edhe me atë sjell mirë. E me plot lloj historia ka pejgamberit alayhis salam, aja sjell mirë. Edhe mas mirë, me madhja që tregon se me të vërtetë ka qenë moralin më të lartë pejgamberi alayhis salam kur e liroi Mekkën. Erë me 10.000 ushtar, ju tha, hesni se jeni të lirë. Nuk i tha, ti më ke largu prej Mekës, ti ma ke mbit filan shokën, ti e ke mbit familjen Ammarit, ti e ke mbit ti e ke... Jo, kur gjonë si tha. Tha, shka me ndoni se baj me ju, i thanë, ente Kerim i bën Kerim, ti je bujar i biri bujarit, bujar ti je. Tha, shkoni, hesni se jeni të lirë. Jo, fali. Tish na kone. Shna disha mi po, dikush të thë. Të da tish na kone. Ju shna kalzua të në. Po nuk të regohet që atë ajo, ai morali të regohet, që atë duhesh me të regohet moralin të. Atë mëshirën tonë si besimtar, se qëllimi besimtar nuk është me mbi qetërin, qëllimi besimtar është të udhëzojë qetërin dinën e Allahut. Se pejgamberi alayhis salam kish shumë 70.000 ushtar me zhduk Mekkën, edhe qëra fshatra që i ka pa prej Medinës ku ka ka gjithë fshatra, jenë musliman jo, mi mit krejt. A kish mujt me bokit, kish mujt. Ama e tregoj mëshirën e vetë, sa është mëshirë për botërat. Edhe si musliman sot do ta tregojmë mëshirën tonë që jemi si musliman dhe jemi ummeti i pejgamberit të fundit, pejgamberi i mëshirës. Edhe në sjellja min ndaj të tjerëve është shenjë besimit të vërtetë. Pejgamberi alayhis salam thotë: "Walladhi nafsu Muhammedin biyadi." Thot pashat në kujdesin të cilët janë shpirti Muhammedit. Pra shpirti jam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Thot nuk ka besu askush për ju besim të plot përderisa nuk ja do vëllat të tij një atë mirë që ja do për veten e tij. Po betohet pejgamberi alayhis salam. Walladhi nafsu Muhammedin, pashat në kujdesin të cilët janë shpirti Muhammed, nuk ka besu askush për ju besim të plot derisa që ja do vëllat të tij musliman atë mirë që ja do për veten e tij. E kjo tregon shenjë besimit të vërtetë, kur që dush qetrit të mirë që do të njëjtë të mirë që do për vetë atë dush e për vllahun tan. Po ndosh edhe më të mirë. Kjo është shenjë besimit. Po ashtu ndihma ndaj të tjerëve është ka shpërblim të madh te Allah. Fa men ya'mal mithqala dharratin khayran yara, kush bën mirë sa një grimt do ta shën ditën e gjykimit. E ta çfarë do lloj ndihme që ndaj të tjerëve do ta dëgjosh ditën e gjykimit. E gjon, nuk ta humb, Allah xhaleshan nuk ti humb të mirë që i ke bën. Nëse i ke bën me sinqeritet, i ke bën me besim, me sinqeritet për Allah, i gjon ditën e gjykimit. Bile i ke harru, ti ke harruar që ke bën para 10 vetëve, një të mirë dikujna, ajo është e shkruar me dikun nëse i ke bën për Allah. Lesim në ditën e Kiametit. Pejgamberi alayhis salam thot hadith që përmend në fillim, kush ja lecon një vështirësi një besimtar, Allah do t'ia lecon atij një vështirësi në dunjën dhe në ahiret. Pra ndihma ndaj të tjerëve është lehtësim për ti në ditën e gjykimit. Mbrojtja dhe ndihma e Allahut. Pejgamberi alayhis salam than hadith, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi, Allah është në ndihmën e robit të tij përderisa robi ndihmon vllahun e tij. Pra ndihma ndaj të tjerëve është ndihmë nga Allah subhanahu wa taala. Po ashtu pejgamberi alayhis salam thot, was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Sadaka, lëmosha e shuan gjënohen ashtu siç e shuan uji zjarrin. Pra ndihma ndaj të tjerëve është lirje e mëkateve. Pra kur ndihmosh të tjerë për Allah, Allah xhaleshan t'i fshin gjënohet. E një prej ndihmave ndaj të tjerëve është me dhënë një sadak. E sadaka e fshin gjënohet ashtu siç uji e shug zjarrin. Po ashtu ndihma ndaj të tjerëve thamë është edhe shembull i pejgamberit alayhis salam. Shembulltirës tonë. Raste të shumta që si asjell pejgamberi alayhis salam me tjerë. Nuk e ka shikuar, është plak, a i kanë bëndë një të keqe, a ka armik, a se ka armik, nëse ka mundër mi bëndë diçka mirë, i ka bëndë mirë. Të gjithë e dinat historinë asaj plakës, belash edhe ilahia, është plak, është këtire, se kujdi. Na knosh me të ndëgju, sa zanë mirë, është farë historie, a më sa mormi më mësim prej asajna. Se neve jeta në ka morë këtë ilahia. I ndëgjujmë ilahit, i përsëritmi bashkë me ato ilahit, po mësim heq. Lexojmë Kur'an, dëgjojna Kur'an, a më mësim veç se ati po na knosh diçka ki zoni, tash të di neve a zoni po na prek më shumë a fjalë. Apo kuptimi i fjalëve.
Si të thojë ditash vetën e tij. Një të ngundë një ill, të taknu ndë një ilahi për pejgamberin alayhis salam, për Ramazanin, për xhenetin, tash për më na prek, apo të prek zemrën. A bën një pikpyetje tash, apo të prek zoni aty, apo të prekin fjalët, a kuptimi i fjalëve. Nëse vetë zoni aty, për çfarë nuk ndryshojnë. Nëse fjalët, atëherë i mormi fjalët, meditojnë ato fjalë dhe mundojnë të praktikojnë. Ta historia e asaj plakës shëtirës, pejgamberi alayhis salam e pa një plakë, ti baj do kesa, ti të shku te shtëpia, pejgamberi alayhis salam thotë, ndihmoj. Edhe ndihmoj. E të shku rrugës që gruaja thotë, o ti s'penjef sa është Muhamedi alayhis salam. Pi thotë, "Shëm kanë gjali mirë, i sjellshëm, me gjithatë mirë." Thotë, "Vesh kujdes për çati Muhamedit." Se po të kthen ti çish ka veç, po të bën fejnë e tij, ai po na i shon zotë ton, po na i shon fejnë e baballarëve, kështu pejgamberi alayhis salam s'u fol. Kur gjon, vesh pengon atë plakën. Më paskon ato kesët ka krija. Me njerë. Po ne jam ai Muhamedi, po më thotë kështu, moj, hajde, het. Jo, pejgamberi alayhis salam fon kur rri para shtëpisë tha, oj hallash, ai ka thotë, unë jam ai Muhamedi. Tash ai unë analizoj. Unë thash ka mos për Muhamedin, thash ashtu çka mos, edhe ki vazhdoj me ndihmu deri para shtëpisë, edhe nuk më tha kur gjon. Thotë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah. E besoj, e pranoj Islamin një herë. Me sjelljen e pejgamberit alayhis salam. A ja majtë një ligjërat pejgamberit alayhis salam asaj 45 minuta një orë jo. Ai foli një gjysore jo. Kur çka bani? Sjellja, morali i tij. Nuk ja kthejti me të keqe, më thon po, e po jam ai Muhamedi. Do më thonë kanë në keqe, moj, kis thash të shtëpia vet. Jo. U sjell e tregoi pejgamberi alayhis salam moralin e vet, ai ja tregoi atë vetën, po në fund e pranoi Islamin. E na shembull e kemi pejgamberin alayhis salam. Po ashtu ndihma ndaj të tjerë forcon shoqërinë dhe vëllazërinë. Allah xhaleshan ka thënë në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vëllezër. S'ka thonë shqiptarët, s'ka thonë arabët, s'ka thonë gjermani, s'ka thonë amerikani, innamal mu'minuna. Nuk ka thonë innaman nasu, njerëzit janë vëllezër, s'ka thonë innamal mu'minuna, besimtarët, kush beson në Allah dhe pejgamberin alayhis salam ato janë vëllezër. Është i bardh, ai zi, ai Afrikës, ai Azisë, ai Evropës, çka tjetër në tjetër. A thot la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah janë vëllezër. Lejnë ato patriotizmë dikush, ja unë arabin kurse bën vëlla. Që nash banë nash mos e ban. Zoti po thot innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vëllezër. U kri. E tash ti shqiptar me shqiptar, normal, ti je shqiptar se ndrish s'uni bën diçka që se Zoti ka fal shqiptar. Ai arabi, apo tjetri, ama çka i bashkon musliman gjithë rruzën toksor, fjala la ilaha illallah janë vëllezër. E për këtë ndihma ndaj të tjerëve e forcon vëllazërinë, e forcon shoqërinë islame dhe muslimanët. Dhe ndihma ndaj të tjerëve është rruga drejt xhenetit. Pejgamberi alayhis salam thotë lan amshi ma akhin fi hajatin, thotë kush e hez për nevojën e vëllait të tij, pra hez, shkon të ndihmon një vëllai të tij, thotë habbu ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid shahran. Thotë të eci, thotë të eci pejgamberi alayhis salam thotë të eci për me shku mi ndihmu një vëllai tim musliman, thotë është më mirë për mua se sa të bëj i'tikaf. Në këtë xhami thotë një muaj. Në xhamin e pejgamberit alayhis salam në Medinë. Por thotë të hec ndihmoj një vëllai të musliman, për mua është më mirë se sa mu mbill në xhami një muaj me një të bëj i'tikaf që e thojnë. Atë i'tikafi është më shumica e bojnë në Ramazan, sidomos për Ramazanin, mbillen në xhami, edhe çato 10 ditë që të rrin në xhami, as nuk del jashtë, as për nevojë, as për kushte, këtë çato në xhami. Do thotë çato e habukën, çato e bën ibadet, çato e lutet, çato e bën dhikr, do të thonë shkëputesh për dunjën. Vetëm në xhami, i thonë i'tikaf. E thotë pejgamberi alayhis salam të heci, shkoj diku që të ndihmoj një vëllai musliman, që për ndonjë nevojë, thotë për mua është më mirë se sa me qëndru një muaj në këtë xhami me bën i'tikaf. Në xhamin në Medinën, xhamin e pejgamberit alayhis salam. E tash nëse dikush të drejtohet me një nevojë, mos thuj, kom gjetë bashkë mu. Po thuj alhamdulillah, më shuj se merr shanca. Një shansë të fitojnë shpërblimin të mëdha. Se kema dhe numri mu vesh kur ka nevojë. Po, alhamdulillah. As po do të se vapja?
Ai ka me të lip 100 franga, më ti në bushët, ona e gjatë, e kra gjatë me lajka shkun 20 dhe shfa shpërblimi. Ku je bo filan? A po të kujtona do njerë? I pas kënë mu njerë, adi? O filan ku ja, a po të kujtona do njerë? A po vesh kënë ndimoj, ja? O filan, a o hargju interesës së për më thirë mua? Në më thënë, këtë shkaj pas e bo për filan, së pas e bo për Allah. Që që po kuptot, apo? Nëse ja përmen dikujnë atë mirë që ja ki bo, që ja pas e bo për Allah. Bën, më sheli gojnë, më sheli vejnë, më sheli sitë dhe hecë. Në ditën e gjikimit e gjonë. Amo, o filan, apo ma din numrin, nëse dikush vjen natën të shtëpia jote, troken dirë, o filan, kam nevoj për këtë, me më qu të spitali, apo kam nevoj, një punë me akri. Të thuj, alhamdulillah, pa, dybe sa ka në kitë rëthin, sa ka shqiptar shemë, po thujna, sa ka musliman, s'ka shku të kërkushit të one. Dhe më thonë, zoti, këti, si më thonë, ja ka mushme, ja ka shtin mejnë e këti, me artë e one me fitu qa se vapin. Me akri një nevoj këti, apo? Alhamdulillah, të duhesh më gëzu, duhet më të bojnë qefi. E jo me thonë, a ma gjete adresëna, a ma gjete numrina, s'pot, i hupe se vapin. Nashta prapë e qënë të spitali, edhe që të spitali, edhe hargjohet me kërë, boni shpenzim me kërë, fonë asë se vapë, asë kërgjo. Thuj, alhamdulillah, qënë dimoj, bane për Allah, bile dilë kërkon njërë, ta kanë nevoj dikushi. Omer radiallahu anhu, dilë kërë heckë na për Medine, mës ka nevoj dikushi dishka. A ku më thërë si musliman, khalife. E Allah Gjeleshona është ndihmën e robit, për dërisa robi është ndihmën e vëllajt të ti. Pra ndihma, ndaj të tjerve, e shton dashurin, afron me zveti, forcon me zveti muslimanët, e nëse nuk ndihmojnë me zveti, as me fjalë, as me këshilla, as me pasuri, as fizikisht, as materialisht, as me kur gjojsh nuk ndihmojemi, atëhere dopsohemi. E kur të dopsohemi, vjen dikush tjetër. Në sundon, edhe mu, edhe ti. Edhe na përqan, edhe na shkatron. Që sikur që janë gjendje ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ditët e sodit. Ndash na shqiptarët, ndash të arabët, ndash kush në botë, gjendja ju na bën për mirë. 2 miliard musliman nuk na nihet zonë. 2 miliard musliman nuk mund me vendos kur gjon. Del një shteti më i vogël që gjë më i dobët të vendos për ti. Del një shtet shka që sa 70 vjet a bon shtet, edhe e stundon shtetin shka me 1000 vjet. Apo? Me 1000 vjet që është. Pse se jemi dopsu. Letë jemi dora e cila ndihmon, dora e cila e zgat me dorën diku që ka nevojë, dhe të jemi bashkë të forcojmë ummetin e Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të forcojmë vetveten tonë, shoqërinë tonë, vëllezërit tonë, sepse kjo botë po kalon, po hecin ditët shpejt, po hecin muaj shpejt, vitet po hecin shpejt, një ditë duhet me dorëzu shpirtin. E me dorëzu shpirtin, pa mbush krajën e gjatë, librin e tonë me punë të mira, problema në ditën e gjykimit. Mos nis me shkum pushim tash me kerr me mush me thaj ta provoj me gjymës rezervaris. S'm rri me gjymës rezervari. Bana ki dera 3 herë duhesh me mush. Mos nis na herë me thon, bo kam bo. Sa shkur bo. Mos gaboj dikush me thon, boll kam bo për ahiret, se vallahi billahi nuk është boll. Kur nuk bëhet boll. Pejgamberi alayhis salam a fal natën, ku falke derisa Aisha njëherë ju dhën pejgamberi alayhis salam, o pejgamberi Allahut, po ti ka falë Zotit, të kam brojt për gjërat të kaluara dhe të tashme. Mos e mundo veten çfarë, thot e fela kunu abdan shakura, a mos jem ro falendërues? As shumë të mira se ka pa pejgamberi Allah, gjithat mirë në stop ka bën të mira, prapa fal natën vullnetarisht, Aisha si thot, a bash për këtë falendëroj Allahun çë? Për çfarë jam shumë u fal? Namazon ta falendëroj Allahun. A na mos gabojna me thonë dënar bollash. Kur nuk ka as boll. Se është udhëtim i lartë, është një rrugë e lartë, nuk ka kthim. A gjë me punët tona dhe me mëshirën e Allahut. Inshallah Allah xhaleshon na forcon, na bashkon, na bën të qëndroshëm në rrugën e vërtetë, në rrugën islame. Lutim Allah subhanahu wa taala të na shton diturinë dhe të punojmë me atë që e dina, të veprojmë me diturinë që e kemi dhe që e dina, dhe të mësojmë edhe më shumë për këtë dinë. Lutim Allah subhanahu wa taala të na falë gabimet tona, të na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe në ditën e gjykimit. Dhe në fund lutim Allah subhanahu wa taala kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.